Avokati Sajmir Vishaj ka folur mbi vendimin që Edi Rama mori për të mbyllur aplikacionin TikTok me argumentin që ka biseduar me 65.000 prindër. Avokati u shpreh se gjendja është e rëndë dhe për t'u habitur se si ai merr këto vendime dhe nuk kemi as gjykat ku të drejtohemi pasi gjykatat po survejohen e po kontrollohen. Politika që nga e tillë që në një fushatë elektorale që do të jetë nga më të ashprat, nuk kemi një gjykat tek të cilat ne të shpresojmë se ishte edhe gjykata kushtetuese, por u shpreh Vishaj. Sipas tij duhet që qytetarët të flasin pasi po e mbyllëm edhe ne gojën para sistemit të drejtësisë, nuk do ta gjejmë asnjëherë të drejtën para kësaj drejtësie të betonuar, thot ai. Nuk jemi para një ligji i cili cënon apo prek sigurinë kombëtare. Gjendja është më e rëndë që këtë akt administrativ apo VKM është për t'u habitur në këto 2 muajt e fundit që urdhëron mbyllje dhe nesër çdo një nga ju do ta çojë në gjykatë kushtetuese. Ajo që mua më tremb është që goditja e ditëve të fundit të anëtarëve me survejime jashtë objekteve apo gjykatës kushtetuese është rënditse. Ktu jemi përpara një fakti i cili cënon rrënjën dhe sigurinë, duhet ta pranojmë dhe nga ana tjetër ju keni të drejtë për ta çuar në gjykatë kushtetuese, por nuk kemi një gjykatë kushtetuese sepse është nën presion. Hera e parë që ndodh në Shqipëri që një antar i gjykatës kushtetuese përgojohet apo regjistrohet procedimi penal, kjo është rënditse. Betejë me drejtësinë. Ndërsa çdo kryeministër apo VKM shkon e vjen, por askush nuk ta njeh që është vendim qeverie nëse nuk është ligj nga kuvendi. Ju përmendët disa shtete që janë më problematik në të gjithë botën, por janë të detyruar të zbatojnë ligjin, VKM nuk është ligj. Dalja në skenë e vendimit apo përgjimit të një antari të gjykatës kushtetuese, ju do të lodheni kot sepse kemi humbur betejën me drejtësinë. Një vend që nuk ka gjykatë kushtetuese, që nuk ka gjykatë lartë, këtu bien këmbanat. Çdo VKM në vend të shkojë në gjykatë kushtetuese të garantojë me këtë gjykatë që është nën survejim është turp që të shkojë një kërkesë kundër qeverisë. Është rënditës lajmi dhe publikimi i vendimit të përgjimit të një antari të gjykatës kushtetuese. Politika që nga e tillë që në një fushatë elektorale që do të jetë nga më të ashprat nuk kemi një gjykatë në cilën të shpresojmë se ishte gjykata kushtetuese, por uli brekët. Tani çdo kërkesë që do i shkojë do të kontrollohet dhe dihet që në Shqipëri o do të bëhesh proqeverisë ose do të mbyllësh gojen. Raste të tilla nuk kanë ndodhur asnjëherë. Nëse nuk kemi rend që po arrestohen shefa komisariati, atëherë qytetarin kush e mbron? Kjo na del që fushata ka dalë jashtë kontrollit. Atëherë na duhet që ne qytetarët flasim dhe po e mbyllëm dhe negojmë para sistemit të drejtësisë në momentin që vetë organi akuzës survejon, vëzhgon një antar të gjykatës kushtetuese, ju garantoj që nuk do ta gjeni dot të drejtën përpara kësaj drejtësie të betonuar, as ne, jo më një qytetar i thjeshtë që çon kërkesa për një problem të tillë, thot ai.